Çmimet e frutave dhe perimeve në Vlorë nuk po njojnë asnjë ulje, teksa ato vazhdojnë të qëndrojnë në propocion jo të drejtë me pensionet. Nëse çmimet e frutave dhe perimeve janë në maj, duke pësuar një tjetër rritje në pranverë, pensionet mbeten në vend numëro. Kjo bën që qytetarët e Vlorës dhe kryesisht pensionistët mos t'i përballojnë dot. Këta të fundit, në intervistat e tyre për televizionin 6+1 Vlora, tregojnë se me pensionet minimale që kanë dhe çmimet gjithmonë dhe më në rritje, jetesa e tyre bëhet edhe më e vështirë, duke i detyruar këta të fundit që të blejnë gjithmonë edhe më pak, duke nisur edhe nga produktet bazë. Për pensionistët, produktet si mishi, djathi, peshku, mbeten sot një luks. Ata tregojnë se këto produkte i blejnë vetëm me raste festash. Është krejtësisht e papërballueshme. Po populli do haj bukë, do merrte 1 kilogram, do marr 300 gram. Edhe shty me atë dietën e kufizuar. Është e pamundur me këto çmime. Unë jam pensionist dhe pensioni im është, nuk mund ta them se është shifër shumë e vogël. Këto çmime janë për 2.000 euro e lartë. Vetëm kështu mund të jetojmë. Unë jam avokat. Edhe di mirë këtë çështje, kam qenë kuadër gjithkohë, po me 20.000 lekë të vjetra, të reja, nuk përballohet. Jo ky çmim, po edhe gjysmë e tyre. E pamundur. Mishi, unë kisha 70 vjetorin para sa ditësh, dhe mishi në lokalin ku unë e bëra, 1 kilogram mish, pa e peshur unë, e peshoj ai, 28.000 lekë të vjetra. Merre me mend tash çfarë mund të ha unë të, apo miq që kisha ftuar unë atje, apo lekët që harxova për këtë ditë kaq mrekullueshme, se unë sot jam, po kalove 70, je kandidat për tjetër kund. Është jo më rëmendje, për mua është vetëm guzim i madh që vajta atje, se kjo do vej me shpresë të Zotit, se me shpresë të qeverisë që kemi, apo me zgjedhjet po na vinë në 11 maj, ne jemi të humbur. Shtresa ime, po më them të gjithë. Po të pjesësh mua, unë pension kooperative ka marrë vetëm 120.000 lekë. 120.000. Ato janë. Do të ash, do të vdesësh, do të rësh, 150, 120.000 ka mënë. I përballon dot? Jo, të këtë. Çmime? Jo, nuk e përballoj dot. Si Vetëm punoj, kam një cobat që punoj vetë atje, dhe dal pak, si shes do një gjë dhe dal pak. Po për pensionin, i lë 80.000 lekë atje, të pagoj shtetin, dhe më ngelen 20.000 lekë. Qa do i bëj 20.000 lekë? Çfarë duhet bërë? Si mendon? Si mendojmë, që të mendojmë? A i të mendoj për pensionistët, se të rinjtët, sa do dalin, lartë e poshtë në bëgja shteti, do punojnë. Pena dhe, për ne plejtë vëllat këtë në nësë kemi, ne jemi për të qarall. Ke mundësi të blesh djath? Djath ishtë 13.000 lekë atë këtë në marë gjizë. Po mish? Edhe as mishës ja marim puljat e ngordhura. Dhe gjënë që thot në puljat të ngordhura marim. Ander 2 merzane, një kopër edhe ca hudra. Sa lekë shkuan sot? Me gjithë shumë shvanje të bëjë. Ja del dot këtyre çmimeve? Borrachën të keshim bërë. Si ja bën? Sa pensione? Njërin vafë dhe njërin bikë më kom. Punë të darka, punë të drekë. Do rregullohet ndonjëherë kjo çështje e çmimeve, si e mendon? Kemi shpresë. Çfarë shpresë ke për shkak? Çfarë duhet bërë? Se partia mbi gjithë. Blen dot mish, djath, gjëra për shef? 7.000 lekë për çonka. Blen dot. Radë në marrë 2 kile në vit. 2 kile mish në vit? Shmanë të të jashtë 20.000 lekë kile. Ka dhe bënë këtë që pa marrë. E i bëjë murë me kokë. Aq keq ka vajt puna? Se s'kemi mundena. Shqiptari s'ka mund. Duke bërë një llogari të thjeshtë, një pension në qytetin e Vlorës varion në vlerën minimale të 8.000 lekëve dhe në atë mesatare 15.000 lekë të reja, ndërsa vetëm 1 kilogram djath apo mish, peshk, kushton sot në shifrat nga 1.300 deri në 1.600 lekë të reja. Me pak fjalë, nëse një pensionist në muaj do të blej nga 1 kilogram për secilin prej tyre, djathin, mishin, peshkun, automatikisht vetëm për to ka harxuar 1/3 e pensionit minimal dhe 1/4 e atij mesatar, për mos të folur më pas për pagesat e ujit të pishëm, energjisë elektrike, si dhe të kompanive të internetit dhe atyre celulare, të cilat
duhet të përballohen pikërisht me këto pensione.